Ka nisur pastrimi i zonës në plazhin e Vjetër, aty ku disa ditë më parë nisi depozitimi i mbetjeve inerte nga disa prej firmave të ndërtimit në qytetin e Vlorës. Pas kronikës televizive të transmetuar në televizionin 6+ Vlora, ka patur menjëherë reagim duke bërë që një pjesë e mbetjeve inerte të depozituara në zonë të largoheshin prej andej, teksa sipas informacioneve do të vijojë puna edhe për pastrimin e disa prej inerteve të cilat gjenden ende aty. Territori po i kthehet pak nga pak normalitetit edhe në ato pjesë ku kanë bizotëruar inertet, e tashmë Bregdeti është liruar duke ju rikthyer në favor qytetarëve e veçanërisht banorëve të zonës. Në datën 5 prill, televizioni 6+ Vlora realizoi një kronik duke u përgjigjur shqetësimit të qytetarëve të Vlorës, por edhe frekuentuesve më të rregullt të plazhit të Vjetër. Në kronik u transmetua shqetësimi i qytetarëve, i cili lidhej me faktin e ndotjes masive që po përjetonte plazhi i Vjetër, duke u kthyer muajt e fundit në një mall pa zot. Kjo edhe për faktin se në Bregdetin e këtij të fundit, firmat të cilat realizojnë projekte të ndryshme në qytetin e Vlorës kishin nisur të depozitonin aty mbetjet inerte të marra nga kantieret e punimeve. Mbetje inerte këto të cilat ishin krejtësisht prej betoni, por nuk mungonin madje as pemë të shkullura prej vendit që ishin hedhur aty. Nuk ka ende asnjë informacion se si është mundur që mbetjet inerte të depozitoheshin në zonë, kur zona e Jallisë së Nartës e licencuar për të është aty pranë. Jo vetëm kaq, por edhe përgjegjësit e kësaj ndotje mjedisore duhet të ndëshkohen me gjoba në mënyrë që ky fenomen të mos mbetet vetëm me kaq. Nuk mjafton vetëm pastrimi i territorit, i cili sigurisht është një reagim pozitiv, por duhet parandalimi i rasteve të tilla të përsëritura edhe në të ardhmen, e këtë gjë jep vetëm hetimi dhe masat ndëshkimore për gjithë ata që ndotin dhe zaptojnë Bregdetin. Është i patolerueshëm fakti që episode të tilla përsëriten në qytetin e Vlorës, veçanërisht tashmë që jemi shumë pranë sezonit turistik.